Kjo ishte pamja sot pranë kodrave të tepeve, mbetërinat e kishin mbuluar krejtësisht zonën përreth. Kjo situatë e cila vjen prej shumë kohësh është kthyer në një shqetësim për banorët e kësaj zone. Banorët theksojnë se mbetërinat depozitohen nga personat që vinë nga lagjet e tjera, duke ndotur krejtësisht ambientin. Vinë prej shkodet e vini to. Ço kemi bë? Unë prej atje në Pezhere i bërta. Duhet me kënë roje unë këtu. Shumë roje. Me vu një kamer një atë, i shef se kush i bjene, kush i halë tana. E i pastrojnë, s'kamer, as i javë s'ka që i kanë pastru. Vinë me dom-doma i të reshin. Këta janë shqetësuse për ne, se i kena shtëpiat i to afër. Njerëzit veti i bajmë, na vetë populli veti i bani ta punë, se vime i hallim i to, i hallin me makina, me ashtu, në plas me tu ju fol njerëzve, po s'marrin vesh. Është pjesa më e bukur që s'mund të ri po ardë 2 herë në ditë. Vine hellin dhomna, vine hellin meteorina, gjaja më dopë që i bajnë, prej qytetarve. Mandaj për shtetit është mungesa tjetër që nuk vinë me e pasru, është gjëna i Zotit, është tamam pjesë e bukur. Që më thonë, edhe qytetarve kishe me u bua thirrje, si kur shtë në kërgja me shkute një vend që është tamam që përqendrohen ta për plenat e jam e helda kuda. Banorët kërkojnë gjithashtu që kolektori që është në anë të këtij segmenti të dezinsektohet, pasi mushkronjat janë kthyer në shqetësim për to. Nuk mundesh me hap Pezhere, se me na jashtë, jo, po se na mysin mushkojat. Mysin, tash i herë kanë pa spërkat, mo kanë ardhe kanë spërkat i to i këtë kanalin, asisën tjetër, i këtë i to, deri një aty, edhe kanë ik. Aja është i domosdoshëm, janë tonë shtëpijet rresht. Ky duhet mu disinfektu se s'bën më shumë. Ne pa na mysin. Nuk mund të hapim Pezhere, ma s'mund dalim jashtë. Megjithë ndërhyrjen e rregullt të pastrimit të mbetërinave dhe vendosjen e tabelave për mos ndotjen e ambientit, sërish menaxhimi i mbetjeve vjen të jetë një sfidë për institucionet.